Pra, masë e dënimit duhet hetohet për personalitetin e personit, sa fëmijë ka. Pra, të mos mjaftohet dosja vetëm me provimin e fajsisë. Dëmi ekonomik është vlerësuar ndonjëherë? Disa raste po, disa raste jo. Por konstatojmë me reformën drejtësi që ka firmos, që është votuar nga 140 nga 3 partitë, nga 3 braziliane, konstatohet që është shritur arrestin në burg. Pra, është shritur arrestin në burg nga 2016 dhe sot. Është shritur arrestin në burg dhe pavarësisht e theksoj, pavarësisht se thonë jo, po duhen marrë masa që shqiptarët mos shkojnë në burg për gjona koti. Shqiptarët mos shkojnë më në burg për parkim dysh. Shqiptarët mos shkojnë në burg se ka vonë një depozit në katë funit ai. Depozitat mund t'iqet, gjobitet, masë administrative, të mos i mushim më burgjet me shqiptarë. Shqipëria po paksohet, pas se një njerëz po ikin, ndërkohë numrit burgosorëve të para burgosorëve përshtohet. Është e vërtet që në Këshillin e Evropës ka raporte të cilat e përcaktojnë Shqipërinë si vend që janë shkelur liritë dhe drejtat e njeriut për sa i përket paraburgimit. Pra mund të hetohet edhe në gjendje të tjera. I referojmë rastit zotit Goçi, është një rast se ka pasur diskutime dhe është i thjeshtë. Do ishte Goçi kundër Shqipërisë në rast se Goçi do ishte hetuar në gjendje të tjera? Jo. Pra të hetohet në gjendje të tjera, merret tani me kusht ikën punë vet. Problemi është që sa kthehen parat e shpërdoruara në buxhetin e shtetit. Sa është kthimi i parave? Sa e këto shuma? E ke lexuar raportin? Shiko, për raportin e SPAK-ut lexova, por nuk e di. Konfiskimet sa ishte? Shumë pak, ishte vetëm 1.9 milion. 1.9 milion euro. 1.9 milion euro. Pra 1.9 milion euro që ishte totali, them pak përqindi. Konfiskim, sepse sekuestrim ishte. Zhdima jo sekuestrim. Po them nga 40.9 milion euro të sekuestruara dhe të konfiskuara, të sekuestruara, 1.9 ishin konfiskime. Që është një raport që duhet ishte kundërta dhe ne prandaj thash, duhet të shikohet gjendja e parave kthimi në buxhetin e shtetit. Jo burgosin, futin njerëzit në burg. Neve duhet parat dhe vone parat, futit të e vini. Sa u kthy? Perfekt. Duhet më u fut burg, ky u fut burg. Okej, tani diskutojmë. Ky ndryshim, Karanja thash ndryshim pozitiv se i vjen në ndihmë qytetarëve, që mos kemi kaq sasi të madhe të qytetarëve të cilët ndoshta për vepra që mund të jenë arrest shtëpi ose detyrim paraqitje detyrohen të rrinë burgjeve, por vjen një moment delikat, një moment të një konteksti të fortë politik, ku janë goditur figura të forta politike. A mos ndoshta në emër të qytetarëve shqiptar, Shqipëria kap 76? Jo, është relacioni shpjegues i kodit të procedurës penale të 2016, ku citohen qartësi nga faqa 1 deri tek faqa 8 se si gjykata duhet marrin në referencë ndryshimet e fundit të kushtetuese, por edhe ato të kodit të procedurës penale lidhur me masat e sigurisë arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Gjykata duhet ketë parasysh që jo vetëm çfarë normon ligjvendësi tek kodi penal dhe tek kodi procedurës penale, por edhe tek fryma që jepet nëpërmjet ligjvendësit, çfarë do të arrijë ligjvendësi për të përmirësuar, edhe përmirësuar por edhe për të mbrojtur. Çfarë mbrojmë? Buxhetin e shtetit, sepse në rast se ne vendosim arrest në burg, ata të cilët do të qëndrojnë aty do rëndojmë buxhetin e shtetit. 50 euro dita. Do të thotë që ne godasim buxhetin e shtetit dhe këtë gjë kanë bërë gjykatësit dhe prokurorët duke goditur vazhdimisht buxhetin e shtetit dhe duke i dhënë shqiptarëve atë drejtsinë e perceptimit arrest dhe në fund fare faturën më të madhe dhe më të kripur që ato nuk e kanë parë ndonjëherë në jetën e tyre. Pra, thjesht një burgosur është barabartë me le të themi 3 deri në 4 rroga minimale në Shqipëri, nëse i bie logjikisht, sepse di që është diku tek 50 euro dita shpenzimi për një person që qëndron në burg dhe i bie praktikisht rroga minimale që është 400 shkon 3 deri në 4 persona po themi, pra 3 deri në 4 rroga minimale. Madje theksoj që po të vesh dispozitat e dënimit janë vetëm burg. Ka hikur dënimi me gjop. Pse personat mos dënohen me gjop dhe kjo gjop paguhet në buxhetin e shtetit? Pra ti çon lek shtetit. Po çon lek. Pra ti në vend ti japësh ti i merr. Edhe vën masën e dënimit lart. Po, ti je ai i cili mbron interesat e shtetit. Kush? Prokurori. Sepse për atë arsye bën atë ndjekjen penale ti. Dhe ti çfarë do të bësh? Grupi shkencëtarëve të reformës ndërsi i ka pa këto gjëra. Asgjë s'kan pa, se s'di nga i bie drejtësia dhe jo ti të bie. Edhe shikon se çfarë, domethënë merren me çështje periferike, merren me parkimin dysh,
Po, me relacion me nenet tjera, pagu ekspert. Me nenet e Brazilit dhe të Hollandës, edhe smeren me problemet. Politika penale duhet jetë e tillë, të synohet mbushja e buxhetit shtetit. Pra, ke bërë një dëm, ta kthesh. Ky jetë qëllimi kryesor, jo dënimi i personit. E qartë. Si Edenova i bore 2 vjet burg, i ka thonë e ke marrë edhe me të hongër me të pimë në burg. Po 1500 euro në muaj, po themi. Ai është mirë. Pra, iniciativa që po merr gjykata e lartë dhe zoti Sadushi, për mendimin tim është e vonuar, dhe për shkak se është e vonuar, ai sigurisht mori frymëzimin. Dhe frymëzimi erdhi politik. Dhe si erdhi përmes jo asamblesë së Partisë Socialiste, por grupi parlamentar socialist dhe bëri zotin Sadushi më shumë të ndërgjegjshëm dhe do thoya iniciator të bëj çfarë? Të aplikoj një nen të kodit të procedurës penale duke e marrë një iniciativë individuale të frymëzuar gjithmonë nga partia që të shkojmë dhe të arrijmë te masat e sigurisë. Çfarë u desht? Reagimi i zotit Rama për rastin e zonjës Balluku që dilte zoti Sadushi dhe ta mbronte? A është e drejtë apo nuk është e drejtë? Është punë tjetër, po kemi mungesë koherencës. Sepse zoti Sadushi po më thoni që është e bura por është e vonuar. Zoti Sadushi është emëruar kryetari i gjykate dhe ai duhet ta kishte marrë parasysh kur gjykata tona janë dënuar nga gjykata Europiane të drejtave të njeriu, rasti Gëllçi, te rasti Gëllçi thuhet qartësisht kjo gjë. Një sekond, jo. Rasti Gëllçi thuhet kjo gjë. E keni vendosur mas sigurie, jeni drejt dënimit dhe keni dënuar nga vendimi i masës së sigurisë. Pra keni cënuar prezumimin e pafajësisë. Vetëm këtë të merrte zoti Sadushi e të tjera t'je bronte ajo gjykatë që ka bërë gjykata e partisë, edhe duhet dilte me një vendim, njësimi. Pra, nuk ka këtu a është pozitive apo negative. Zoti Sadushi mori autorizim nga kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri i vendit. E ke provuar këtë që thonë? E kam të provuar dhe e ke këtu tani. Sa vendime të gjykatës Europiane të drejtave të njeriut Shqipëria është dënuar dhe buxheti i shtetit shqiptar është dënuar, pra është rënduar. Do na konfiskoni dhe ca sete gjykatë amerikane. Tani, 5 i ke, ti japun 5, e ke me prova 5. Tani, rasti tjetër. Tani u zgju ai të lexonte përkthimin nga anglisht në shqip nga grupi parlamentar socialist do të Sadushi për masat e sigurisë. Apo diku tjetër e ka opozita e ka ngrit këtë problem për ndryshimin e kodit procedurës, pse nuk e bën një ndërhyrje? Po s'jam unë flasim po diskutojmë. Ne tani erdhi frymëzimi nga qeveria. Kjo është pse ti mendon se po të vinte nga opozita do zgjonte zoti Sadushi. Ti bëhet tëndën. Zoti Sadushi. Ti bëhet tëndën ti, e shef që u mush Shqipëria në burgje. Shive herë. Zoti Sadushi është në vijën e drejtë të partisë. Për sa i përket opozitës, opozita është në rolin e saj, ai sa e ka, po edhe sikur të shkonte të propozonte një amandament, një ligj, jam i bindur që nuk do ta kishte asnjëri marr si referencë, sepse tani të dy avokatët po thonë, Zhdima, ju e bëni për interesin tuaj. Ndërsa tani për interesin e drejtësisë së Partisë Socialiste, zoti Sadushi merr një iniciativë për të ndihmuar partinë e tij. Pra, të dy avokatët thonë që ky vendim i Sadushi, ky vendim i Sadushi vendimi drejt, por mund duhet vendimi drejt zoti Zhlivar. Ju bën çudi ju që zoti Sadushi nga kryetar gjykatës së lartë, kryetar gjykatës kushtetuese, nga kryetar gjykatës kushtetuese gjykatë. Por çdo qytetari vendon tani u burtanisë. Merr vendimet e gjykatës Europiane të drejtave të njeriut. Aty është prova. Nuk ka nevojë të dalë zoti Rama dhe të zgjojë zotin Sadushi politikisht nga gjumi. Është më thjeshtë. A zoti Panda, e dini ju që zoti Panda ka qenë ministri i Partisë Socialiste? Po nuk na duhet. Edhe kjo është reforma në drejtësi. Po ky është fakt konkret, nuk është opinion. Zoti Panda ka qenë ministri i Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Mashtrohet ma nxjerr dikush që mashtrohet. Po mos ma çoti mua te parimet e tyre. Po te parimet do të provë, do të klaj kjo provë. Parimi është kryesor i zotit Zhdima. Po tani parimi kryesor. Dy avokatët thonë që ky Zhdima tash të lutem pra. Po jo pra 1 sekondë tash të lutem. Zoti Karanja ka tjetër që pra 1 sekondë. Po mos dy avokatët bashkë thënë të njëjtën gjë.
A më the është e vonuar si gjë? Jo, unë nuk thash këtë gjë, zot Karanja tha Është e vonuar duhet bëhet dhe edhe është pozitive Si janë qofsha ka biro, tha është e vonuar. Pavarësisht se u diktua nga Partia Socialiste. Është diktuar nga Partia Socialiste. Dhe duhet të ishte diktuar nga Gjykata Europiane të Drejtat duhet të ishte problemet të cilat kemi. Opozita kur ta merrte këtë vendim do të ishte se do thonin opozita po e bën për hallin e vet. Le opozitën. Ata duhet të kishin marrë të politikës të cilët sot nuk jam dakord me ty më zotëri, po nuk jam dakord tani, më fal që ta bëj kështu tani, po nuk jam dakord. Mirë, apo e bën zoti Sokol Sadushi këtë Po e bën nga orientimi i zotit Rama, se ai po donte të merrte vendimet e gjykatës europiane të cilët kanë dënuar Shqipërinë për masat e sigurimit. Qytetarët ato profitojnë shqiptarët nga këto? Jo, ta garantoj unë. Jo, sepse do ketë sepse më thua ti vonuar, po më thua ti vonuar për mos përfituar shqiptarët, se më çuditëre. Po nuk do përfitojnë shqiptarët. Ta garantoj unë. Nuk është i vonuar, sepse është i harruar, se në rast se ata do të kishin marrë iniciativë, do merrshin të kishin. Po thotë është i harruar sepse është i vonuar për mos përfituar shqiptarët. Jo, shqiptarët do përfitojnë. Do ulet numri para burgosave zoti Zema. Do ulet numri sepse gjykata e partisë sepse është gjykata e lartë, tani kur ke ti në gjykatën e lartë zotin Panda e kupton ti që ai bën mospranim rekurse nga mjesi deri në darkë. Sa vështirë bën për qytetarët, më burr mospranim rekursi. Po Pandën kanë aty nuk kanë gërsen gjyqtarë vlla. I thot mos pranim rekursi. Mos pranim rekursi. Ç'është mos pranim rekursi? Tash ja ti as shqyrtuar vendimi i gjykatës së posaçme. Mos e bëj kaq vështirë për qytetarët, tash se kuptojmë dot. Sepse thot jemi në kushte të cilët prokuroria është në hetim. Është vima. Një sekond, po tash një sekond, ta shpjegoj. Tash i futesh ke rekursi, ai ta kupton qytetarët ç'është rekursi. Po rekursi është ajo që një sekond. O Karanja, vetë po tash qytetarëve mos pranim rekursi është rastet ku gjykat lart nuk kalon çështje, pra e humb çështjen. E disa kanë kështu për masat e sigurimit. Edhe një herë për rikujtes të asaj që thamë në fillim. Ky ligj, ky propozim më saktë synon që të gjykatësi të analizoj se sa i rrezikshëm apo jo është një person për të qëndruar në burg. Tani se bën dot, Tani se bën zoti Bora, ju lutem. Tani nuk e bë ka dot ai gjë. Çfarë e pengon atë? Asgjë nuk e pengon. Pafsi është mashtrim. Ky pafsi, po, paft. Është i paft. Po, është i paft. Duhet të fut gjykatën e lartë. Edhe vendimi. I 2011 ke pasur referencën 2011 së Karanja, ke qenë prokuror. Atë ke pas për referencën. Ka një praktikë po ka praktikë më zotri. Po gjykatësi është që sipas rastit. Jo pa Karanja, ka qenë prokuror Karanja. Ore prokuror ka qenë. Po pra gjota që ti marrin vendimi 2011 kemi një 10 minuta ne të dy 2016 deri në 2000 sa ka hyrë reforma drejtësi, kemi një ekstrem për sa i përket caktimit masave të sigurimit. Arrest në burg. Kemi një ashpërsim dore. Masivitet burg. Pra, e thanë dhe pak më parë është zjarr masiv burg. Dhe tendencë dhe në raport me nenet e tjera, do është krijuar një mentalitet. Dhe ky mentalitet është krijuar fal reformës në drejtësi. Jo, është manuali 1144, që është ajo që thonë burg. Prokuroria është mbi gjykatat. Afërmendësh gjykatat vendosin sistemin. Çfarë do ndryshoj kjo që thotë kjo ky zoti në zhvillimet pra se reforma 2016. Reforma 2016 që merr orientime nga grupi parlamentar socialist tani. E atë tjetër e kam mund të ketë ndoshta zhvillime e Partisë Socialiste Vendimtare, reformës së re tani. Po të lutem tani, mund të ketë pak ndikim bolshevik ndoshta, jam dakord me ty, mund të ketë pak ndikim bolshevik, sepse edhe Vishinski që ka qenë atëherë burg pra është e njëjta praktikë. Po e njëjta praktikë. Po nuk ndryshon data. Në praktikë kemi një ashpërsim burgosje masive të shqiptarëve për vepra penale të cilët më përpara janë ndjekur në gjë të tjera. Këtë shpjeguam. Kjo është masive. Nga ky moment, nëse ky propozim unifikohet dhe nga ky moment, po themi, nga 2026 të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët do kenë përpara që shiko, bëni kujdes kur vendosni masë arrest me burg, vlerësoni rrezikshmërinë, provat e të gjitha. Po ekziston më nderuar këtë gjë, ekziston edhe te kodi penal, edhe tek procedura penale, edhe vendimi i njësuesit. Të bëj një pyetje ekziston, thotë, mos jep, jo ty more. Edhe të kuptoj qytetarët që ekziston kjo gjë, e ke aty taksative. Po është mushme të paaf zotri.
Po, sistemi ka pas. Këtyre të tregojnë vendimin e gjykatës lartë. Mos i mysin burgjet me shqiptar. Po janë të një vendim. Ky vendim që do dalin nga Sadushi, ato gjyqtarë që sot i kanë kalbur të gjithë na për burgje, ai gjyqtar përsëri do të interpretojë këtë dhe ta abuzojnë mbi interpretimin të kësaj vendimari të marrë gjykatë. Po kjo po të them ty more. Të njëjtat figura do të nuk do përfitojnë, zero përfitim, zero ke kështu. Unë do nxjerr oponentët teknikë. Ilir Beqa do të nxjerr nga burgu. Ne duhet shohim qytetarët shqiptar që janë burg për 3 gram drogë. Qytetarët për 3 gram aty ose që ka bën një djegë pali për një shtëpi more, për çatinë e tyre flasim more. Po le tani se disa qytetarë kanë për burgje. E di që ke qytetarë në për burgje që dënohen edhe në gjoba administrative, edhe prishje objekti, edhe procedim penal. Ke 3 vendime dënimi për të njëjtën gjë. A kupton çfarë mashtrim është kjo? Po le tani këtu të Për menimin tim është pozitive zoti Zhdit. Ke një praktik. Pra, perfekt. Po ka praktik më nderuar Karanja. Po ke të 2011 më zotri. O Karanja, më lëri sekond se nuk po e kuptoj. Ka ndryshuar kodi procedurës penale, ka ndryshuar rregullat e lojës dhe është shtuar numri kërcujve. Pra kërcuj duhet drejtohen. Po e bëjmë kaq të vështirë për qytetarët. Jo shumë e lehtë për qytetarët. Qytetarë shqiptar. Nga ky le të themi të dy avokatët thonë që kjo është, nuk ka pse ta bëjnë kështu, por po e bëjnë kështu. Nga ky moment që po e bëjnë kështu, sigurisht shpresohet që numri i qytetarëve shqiptarë që do qëndrojnë në burg të jetë më i ulët. Sepse do vendoset në praktikë kjo që do analizohet rrezikshmëria e personit. Tani pyetja ime zhvillima është, mbi bazën e kësaj që kërkohet nga gjykata e lartë, a do mund të ndikojë tek çështjet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe te çështjet e krimit të organizuar se gjyqtari në moment thotë shiko, se edhe ky që ka vrarë nuk më duket çuni i keq, të rrin shtëpi ky. Edhe ky politikani që ka vjedhur miliona euro, po të rri dhe ky në shtëpi për shembull se nuk ka problem. A kupton? A do abuzohet me këtë? Po do abuzohet sigurisht. Po këtë pra po pyet se po se kam çerekore më erdhëm këtu. Po s'më lemur kam çerekore, pra vazhdo, dëgjoj. Hajde, jep. Tani themi përpara ligjit jemi të gjithë të barabartë, jemi dakord apo jo? Krye. Po, në 2011 ke një vendim unifikues që të thot praktikën se si vendosen masat sigurisë. E mora vesh do përfitojnë apo jo dhe si. Një sekond, jo më thot se përsëri është në varësi të gjykatësit që do arsyetoj vendimarin e tij mbi masën e sigurisë. Çfarë ndryshoi? Pra ndryshoi që ne do të shtojmë pabarazin, ndërkohë themi tek parimi të gjithë jemi të barabartë përpara ligjit. Do të cenojmë prezumimin e pafajësisë kur ndërkohë të gjithë i kanë në burgjes edhe sot edhe nesër do t'i kesh përsëri që do të thonë justifikimin e radhës që ne për shembull ulëm burgun për disa vepra penale, për disa të tjera i mbajtëm, po cenuam sigurimin ose sigurimin juridik, po edhe prezumimin e pafajësisë. Po e bë shumë vështirë. Pra, jo, shumë e thjeshtë është. Shumë e thjeshtë për të që ke lexuar çështje ligjore, po jo edhe një herë, në cilin vendim gjyqësor ne do shikojmë të barazin përpara ligjit për të gjithë dhe paparazin për rastin konkret që do ta thotë zoti Sadushi. Kjo është pyetje që ngre. Pra, për qytetarët e thjeshtë, ore për mua, përderisa të gjithë janë tek drejtësia, duhet të jenë të gjithë të barabartë dhe nuk mund të krahasojmë ne drejtësinë në masën e sigurisë dhe në marzhin e dënimit. Shiko se ne bëjmë një gabim në sy të publikut. Pra, amnistojnë një pjesë të qytetarëve sepse SPAK-u i pas ka marrë dhe i pas ka vendosur të proceduar, dhe një pjesë tjetër të prokurorisë së zakonshme i vendosim tabelës si të dënuar. Pra, e kuptoni se çfarë anomalie juridike përcjellin të qytetarët që te masa e sigurimit mos kuptojnë çfarë konkretisht bëhet fjalë. Masa e sigurimit nuk është mas dënimi. SPAK-u nuk është drejtësia. Gjykatat janë drejtësia që duhet të arsyetojnë vendimet të arsyetuara mbi prova dhe fakte dhe jo perceptimin publik është drejtësia që edhe sot edhe vetë zoti Sadushi ka perceptimin publik. Pra, merr vendimarrjen nga perceptimi publik. Edhe zoti Panda, zoti Sadushi është mërzitur sepse i kanë dhënë një udhëzim nga grupi parlamentar socialist që erdhi momenti të zgjohet gjykata e lartë sepse po rri gjykata e lartë pasive. Gjykata e lartë nuk duhet të rrinte pasive kur kanë dalë vendime kundër Shqipërisë nga gjykata europiane të drejtave të njerëzit dhe jo nga asambleja apo nga ajo që ne themi grupi parlamentar i Partisë Socialiste. U faktua edhe një herë që zoti Sadushi përdoret politikisht nga zoti Rama
Rama dhe zoti Panda ish ministër i Partisë Socialiste i Drejtësisë si reforma e re në drejtësi. E kupton ju kjo është vërtet. Mashtrojnë publikun. 2011 është shumë rregull. Gjyqtarët që janë aty brenda të dinë të arsyejtojnë vendime dhe mos bëjnë vendimi copy paste me njëri tjetrin e duke u tallë në qytetarë shqiptarë. Shumë thjesht edhe me buxhetin, dëgjoj edhe me buxhetin e shtetit, se buxheti i shtetit është më i rëndë se sa vepra penale. Zhdima, okay, faleminderit.